Ajo çfarë është interesante që neve dua ta kuptojmë është që në çfarëdo lloj faze të jetës tonë që të jemi, ne do të kemi ato vujtjet tona, ne do të kemi ato dhimbjet tona. Por gjatë kësaj kohe, në një mënyrë apo një tjetër neve na jepet dhe mundësia e zgjedhjes, që të zgjedhim vujtjet tona, që të zgjedhim dhimbjet tona. Siç lexuam tek letra e Pjetrit te kapitulli 3, ishte pikërisht një lloj këshille, një lloj kujtese që Pjetri thot lexuesve të atëhershëm audiencës, unë besoj që kjo letër është dhe për ne sot. Dhe ai thot, unë po ju shkruaj dhe kujtesës suaj. Dhe pikërisht te kjo letër, ai e mbyll në këtë varg të fundit, kapitulli 3 vargu 18 dhe thot, por rrituni në hirin dhe në njohjen e Zotit dhe të shpëtimtarit ton Jezu Krisht. Atij qoftë lavdia tani edhe përjetër.